Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni vazhdon sot vizitën e tij në New York, ku dje mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ku diskutua për situatën në Kosovë. Kemi nderin të jemi në lidhje të drejtë për drejtë tani nga studioja jonë në OKB me ministrin Hyseni. Zoti Hyseni, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti ministër, sot në Kosovë shënohet 10 vjetori fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë. Ku ndodhet vendi juaj 10 vjet pas këtyre bombardimeve? Po, në rend parë duhet të thuhet se bombardimet ishin një ngjarje, një pikë kthese tepër e rëndësishme, një moment që shënonte ndërprerjen e një eksodusi që rrallë herë ishte pa në ato pjesë të botës. Shënon një moment të fillimit, të fundit të okupimit të Kosovës nga forcat e egra ushtarake, paraushtarake dhe policore serbe. Shënon fillimin e fundit të vuajtjeve të më tepër se një shekulli të qytetarëve të Kosovës dhe përfundimisht shënon edhe fillimin e fitimit të lirisë dhe të pavarësisë së vendit tonë Kosovës. Prandaj është moment të cilin qytetarët e Kosovës me të drejtë e festojnë dhe e dallojnë si një moment kthese në historinë më të re të tyre. Gjithsesi, Kosova 10 vjet pas është një shtet i konsoliduar, një shtet i cili po fiton njojë ndërkombëtare, një shtet i cili për ditë më shumë po konsolidon institucionet shtetërore mbi standarde evropiane, një shtet i cili po e zhvillon ekonominë, një shtet i cili po krijon vizion të qartë për të ardhmen dhe zhvillimin e vendit, një shtet i cili po bën hapat e parë po të sigurt të integrimit dhe të futjes në familjen e kombeve të lira, një shtet i cili gjithsesi po ndërton një demokraci pluraliste dhe një shtet me të drejta të gjëra për komunitetin. Po, zoti Hyseni, çështja e bombardimeve u përmend edhe në debatin e mbrëmshëm në Këshillin e Sigurimit. Si e vlerësoni seancën e djeshme për situatën në Kosovë? Po, seanca e djeshme ishte një rast i mirë në radhën e rasteve për të prezantuar të arriturat në Kosovë, për të prezantuar po ashtu vizionin e Kosovës për të ardhmen. Gjithsesi, pjesa dërmuese e antarëve të Këshillit të Sigurimit patën vlerësime jashtëzakonisht mira për të arriturat në Kosovë në mes të 2 seancave të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Gjatë 2-3 muajve të kaluar në Kosovë ka pas të arriturat të mëdha në fushën e shtetëndërtimit, në fushën e ngritjes së institucioneve demokratike të shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës, dhe unë kështu do të veçoja ngritjen e forcës së sigurisë dhe emërimin e ministrit të forcës së sigurisë, pastaj funksionalizimin e plot të Këshillit të Sigurisë ose Këshillit të Sigurisë Nacionale të Republikës së Kosovës, që kryesohet nga kryeministri. Pastaj do të veçoja edhe funksionalizimin e plot të shërbimin inteligjent të Republikës së Kosovës dhe emërimin e drejtorit të këtij shërbimi. Po ashtu në fushën e ekonomisë janë bë përparime të dukshme në të gjitha rrafshet. Dhe ishte rast i mirë mbledhja djeshme e Këshillit të Sigurimit për të paraqitur të gjitha këto të arritura që janë një dëshmi e mëtejme pse Kosova duhet të vazhdojë të njihet si shtet i pavarur dhe sovran, sepse Kosova përfundimisht po reflekton siguri dhe paqe në rajon. Po, zoti ministër, shefi Umnikut Lamberto Zanieri u zotua se do të vazhdoj afrimin e Beogradit me Prishtinën. Sa i mundur është ky afrim kur janë të qarta qëndrime tërësisht kundërta të dyja palëve, gjë që u shfaqe edhe në fjalimet tuaja dhe të presidentit serb Tadić dje? Në rend parë, institucionet sovrane të Republikës së Kosovës, presidenti i Kosovës, doktor Fatmir Sejdiu, me ftesat që i ka bërë EULEX-it në shkurt të vitit kaluar dhe në gusht të vitit kaluar për të vendosur një mision evropian për Lizë dhe Rend, përfundimisht ky moment shënon po ashtu edhe fillimin e asaj që quhet rikonfigurim i pranisë OKB-s, përkatësisht i misionit të OKB-s në Kosovë që quhet UNMIK. Dhe ky mision tashti
gati se ka përfunduar i konfigurimin dhe përfundimisht ky mision duhet të përmbyllet, duhet të përfundoj, sepse me bërjen e ULEX-it plotësisht funksional dhe operacional në gjithë Kosovën nuk do të ketë nevojë më për shërbimet e misionit të OKB-s në Kosovë. Pastaj Kosova ka nevojë të madhe që pranit ndërkombëtare dhe mandatet e tyre të qartësohen përfundimisht në mënyrë që të mos krijohen konfuzione të panevojshme. Sa i përket relacioneve të Kosovës me Beogradin, duhet thënë shkurt dhe troç dhe me zë të lartë. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Dhe Kosova do të hyjë në ndërtim të marrëdhënieve ndërshtetërore dhe do të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me vende të ndryshme, qoftë bilateralisht, qoftë multilateralisht, vetëm si shtet i pavarur dhe sovran. Dhe kjo vlen edhe për Beogradin. Kosova është e gatshme të bisedojë me Beogradin. Kosova është e gatshme të ofrohet në raporte me Beogradin, po vetëm duke i respektuar parimin e barabarësisë së plot. Kosova është shtet, duhet bisedojë me të gjithë do të bisedojmë edhe me Beogradin për shumë çështje, po këto biseda kushtohen me një kusht të vetëm. Kosova duhet të njihet dhe të pranohet si shtet i pavarur dhe sovran, se vetëm si shtet i pavarur dhe i sovran, Kosova do të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me Serbinë, as se si ndrysh. Zoti Ministër, ju falenderoj për intervistën. Me ndershofshit.